Normal, s'doja që ta nisa me të pyetje, por pam një tension të kaluar, edhe ndoshta edhe në përplasje pas ndeshjes. Mund të na sqaroni pak çfarë ndodhi konkretisht? Nuk është se kishte përplasje, gjithë diskutimi ishte në fakt një eufori e ngarkuar nga arbitrimi. Ne urojmë Vllaznin për fitoren, se në fund fare Vllaznia ka ardhur për fituar ndeshjen, e fitojnë ndeshjen. Shpresojmë që të shkojë kompeticioni deri në fund, por besoj që ju siç e pat dhe vetë, domethënë arbitrimi ishte, nuk di çfarë të them, domethënë po të flas. Po ka pas 2 penallti, ka pas në pjesë parë ka qenë një penallti skandaloze. Domethënë protagonisti u bë vari sepse ndërhyr mos ka bëj 3 herë, tani si jam dhe i tensionuar. Ndërhyri 3 herë, dha penallti, hoqi penallti, dhe mos japësh atë penallti, mos ta shohësh në var atë penallti, domethënë është një penallti që në gjuhën e arbitrimit, ajo unë vi nga kjo fushë. Është një penallti si vitet 97, domethënë. Duke qenë se është një ish kolegë juaj, komunikohet me Hamitin pas ndeshjes çfarë? Jo, nuk kam komunikuar, nuk është se çfarë do komunikoj unë. Shpresoj që ai ta shikojë ndeshjen për vetën e vet, që të krijoj përshtypjet e veta, ta shikoj dhe vëzhguesin ndeshjes. Çfarë të them, domethënë kjo do të ishte një festë për qytetin, një spektakël. Aty kishte edhe njerëz të rëndësishëm, kishin ardhur nga Shkodra. Kishte vetë përfaqësues federatës. Po nuk e di domethënë. Po ta shikosh nuk është se janë vetëm raste penalltis, ka kartona të verdh, ka duket mënyra e arbitrimit. Mbase ai djalë nuk ishte në gjendje fizike, mbase kishte probleme të tjera psikologjike. Ai vërtet u zgjodh me short. Po kjo është, ne kemi ardhur për fair play, edhe nëse doni ta dini, shorti me marrëveshje, edhe duke qenë, si me thënë, transparent, unë isha vetë atje, edhe me dëshirën tonë, shorti u zgjodh u tërhoq nga presidenti i Vllaznisë, thjesht për të bërë një ndeshje fair play. Po tani të vija ai arbitër, edhe të bëj atë lloj. Nuk e di, domethënë, nuk kam fjalë, domethënë, atë kupën në të kundër duhet ta merrte arbitri. Duhet ta merrte arbitri, kurse për varin nuk e di çfarë të them, do të kesh 2 ndërkombëtar aty. Edhe të vazhdosh me atë lloj arbitrimi nuk e di, domethënë, s'kam fjalë, më vjen në zor tani të flas më shumë. Shumë i qartë. Faleminderit. Faleminderit.